unë do të rekomandoja që të kenë një dietë mix. Që do të thotë, nuk mund të konsumojnë të gjitha ushqimet që ne ham, por mund të konsumojnë disa produkte të cilat ata i kanë në natyrën e vet, në origjinën e vet. Mishin, peshkun, vezën, të cilat janë ushqime të pasura me proteina, me yndyrna esenciale, me aminoacide të ndryshëm, me vitamina, të cilat normalisht mund të mos jenë në të njëjtën vlerë në një ushqim të përpunuar. Nuk po them që mund t'i japim gjithçka që ne mund të kemi në tryez. Normalisht mund të ketë ushqime që mund të jenë ngarkuara me erza, me perime sikur mund të jetë qepa, hudra, të cilat organizmi i tyre nuk i përballon, apo nuk mund të konsumojnë shumë produkte që mund të jenë me perime, me perime jeshile, të cilat normalisht mund të shkaktojnë, apo fruta të shumta të cilat mund të shkaktojnë një disbakterioz të zorëve. Por, do t'i rekomandoja gjithëve që paralel me ushqimin e posaçëm për qenë dhe mace, unë do të rekomandoja që të mos ja largojnë kafshës shijen natyrale për këto tre produkte: mish, peshk, vezë.